Shumë herë kur vini tek unë me një implantologji të dështuar thoni që nuk dinim gjë. Dhe vërtet shumë prej jush mbase nuk din shumë gjëra për implantologjinë totale. Prandaj unë në këto video do t'ju them se cilat janë 8 pikat kryesore që duhet keni parasysh për të zgjedhur një klinikë ku do të bëni rehabilitim total të gojës. Mbase këto pika nuk i kemi vetëm ne në Tiranë, ju garantoj që janë shumë të pakta klinikat që i kanë të gjitha. Por ju duhet të gjeni këto klinika dhe brenda tyre mund zgjidhni pastaj atë klinikë që mendoni që është më e mira për ju. E para dhe më e rëndësishme është përgatitja e mjekut që do bëjë ndryrjen dhe e dyta, jo më pak e rëndësishme, është eksperjenca kirurgjikale e tij. Nëse ju jeni një rast i thjesht implantologjie, nëse keni një kockë shumë të bollshme, atëherë pas një problem këtë ndryrje mund ta bëjë shumë mirë edhe një dentist me një uri të mira kirurgjikale. Nuk keni nevojë të bridhni më lart, nuk keni nevojë të gjeni mjek më specializuar. Por nëse situata juaj fillon komplikohet dhe ju keni nevojë për implante të anguluara për të shmangur disa struktura anatomike dhe ju keni nevojë për shtime kockash, për shtime indeve të buta, atëherë ju këshilloj që minimalisht mjeku që do bëjë ndryrjen të ketë një specializim për kirurgji orale. Dhe nëse rasti juaj shkon akoma më kompleks, drejt implantologjisë së avancuar zigomatike dhe pterigoide, e cila është implantologji që shkon përtej kockave të nofullave, atëherë normalisht më mirë se një kirurg maksilofacial këtë punë nuk e bën dot njeri, sepse edhe sipas radhës, nëse një dentist ka një problem, ai e çon pacientin e vet te një kirurg oral. Nëse një kirurg oral ka një problem, ai e çon pacientin e vet te një kirurg maksilofacial. Nëse një kirurg maksilofacial ka një problem, ai maksimumi do ta çojë te një maksilofacial me thinja, por nuk ka ku e çon më lart. Kështu që dhe ju ose provoni fatin se si ecet me këto shkallët, ose vini direkt tu lart dhe jeni të sigurt që çdo gjë do shkojë mirë. Dhe përveç kësaj, ka shumë rëndësi dhe eksperjenca kirurgjikale e kirurgut. Mund të jesh një maksilofacial i madh, mund të bësh gjëra shumë të dhaja që nuk kanë lidhje fare me implantologjinë, por nëse nuk e vën një implant në jetën tënde, nuk i bën dot rehabilitime totale mbi implante ashtu siç duhet. Kështu që ju duhet të interesoheni shumë mirë se çfarë eksperiencë ka ky kirurg, sa raste rehabilitimesh totale ka, çfarë rezultatesh ka, të cilat janë gjitha gjëra shumë të thjeshta në ditët e sotme për t'i parë dhe për t'i kërkuar. Për pikat e tjera që duhet dini, ndiqni në videot e tjera. Faleminderit.